Një konflikt i dhunshëm është regjistruar mëngjesin e kësaj të premte në pazarin e vjetër të Korçës, midis disa personave, ku dy vëllezrit EK, 47 vjeç, dhe LK, 53 vjeç, janë konfliktuar me shtetasit JB, 33 vjeç, dhe ES, 23 vjeç. Si pasojë e konfliktit, një person ka mbetur i plagosur me thik, ndërsa dy të tjerë kanë pësuar dëmtime nga goditjet me karrige. Të tre personat janë transportuar në spitalin e Korçës, ku po marrin ndihmën mjekësore. Sipas informacioneve paraprake, sherri ka nisur fillimisht si një debat verbal mes palëve, por situata ka degraduar më pas në përdorimin e karrigeve të lokalit. Gjatë përplasjes, njëri prej personave ka marrë një thik nga ambienti i lokalit dhe ka plagosur një prej të përfshirëve, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga hetimet e para, dyshohet se konflikti ka pasur si shkak hapësirën publike dhe pretendime për vendosjen e karrigeve dhe tavolinave në pjesën e jashtme të dy lokaleve. Në vendngjarje, ka mbërritur grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të incidentit.